Nëse një pacient i cili po në ndëgjon, po i ndëgjon edhe ankesat që po i përmendim, edhe vjen pa e pas fort të njohur për çka ka nevojë, për pikave që i përmende, po vjen vetëm për me marrë mendimin a ka nevojë për aparaturën, a mundet? Po. Tash kur vjen pacienti, fillimisht kemi një formë të kontratës që në shkruajmë, ku përshkruhet edhe me fjalë e tërë ajo se çfarë bëjmë. Tham, efekte anësore nuk ka fare hiç, për shkak se është quhet metodë jo invazive. Çdo metodë jo invazive, as nuk pi ilaçe, as nuk merr injekcion. Do thonë alergjia kur gjë s'ka. Mirë, po kundër indikacione ka. Çka do të thotë kjo? Kundër indikacion është kur njeriu s'mundet me hinë terapi. Një pi aty në çështje është nëse individet kanë implante që reagojnë në magnet, sidomos te kokës. Ka plot që kanë operacione diçka, dhe çka është hekur, çka është magnetik, nuk bëhet në trup. Nëse për shembull ka stenta në zemër, pacemaker për shembull. Po pacemakeri nuk bën. Nuk bën. Sa nuk bën as në rezonancë me hy. Do thotë të gjitha që janë magnetike janë të kundër indikuara. Veç kaq, do thonë nuk hin, ndërsa kur hyn në terapi nuk ka efekt anësore, që është shumë e mirë. Për shkak se njeriu mas 10 minutave mas e ka bë terapin, mund të ngazveturën, që me ilaçe psikiatrike nuk bëhet, mund të kryejë të gjitha aktivitetet tjera, të shkojnë punë dhe të ketë kualitet mirë të punës. Pa dhimbje, pa të rënditje.